Pas më shumë se 12 vitesh në pushtet, ku shumë koka janë prerë, socialistët kanë shtrirë dorën e bashkëpunimit dhe për individ të profileve të larta që dikur kanë qenë në opozit. Në muajt e fundit, njësor funksionarësh të Partisë Demokratike, por edhe të zgjedhur lokale vendor, kanë pranuar që të marrin poste publike në qeverisjen Rama 4. Sinjalet e para për largimet nga fronti opozitar u dhanë për zgjedhjen e kandidatëve për deputet në zgjedhjet e majit. Alban Zeneli dhe Zamir Asina, dikur deputet dhe aktivist të njohur pranë Partisë Demokratike, u bën pjesë e listave të hapura për deputet nga radhët e Partisë Socialiste. Sina arriti të fitonte mandatin në qarkun e Vlorës, ndërsa Zeneli mbeti pa post. Por teksa Sina priste që të merrte zyrtarisht mandatin, një tjetër eksponent i lartë i Partisë Demokratike në Vlorë do të largohej nga kjo forcë politike. Genzero Memaj, ish drejtuesi i PD-s për 4 vite, pranoi postin e kreut të kadastrës në Vlorë. Një nga emërimet më të bujshme ishte ai Silva Cakës në postin e zëvendësministres së Brendshme. Një nga të besuarat e Ilir Metës tashmë e braktisi varkën edhe për shkak të përshëndrimit të Partisë së Lirisë në duart e Tedi Blushit pas burgosjes së ish-presidentit. Zheni Gjergji, ish deputeti i Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit, e cila nuk fitoi dot mandat në zgjedhjet e majit, pranoi postin e drejtoreshës në spitalin rajonal. Pa u tharë mirë rreshtat e ish deputeses demokrate, një tjetër emërim nxiti kurreshtjen e publikut. Manjola Nikolo, ish kryetaria e PD-s në Sarandë, pranoi rolin e nënkryetarës së Bashkisë së Qytetit, që qeveriset nga socialisti Oltion Çaçi. Joshjes për të bashkëpunuar me pushtetin nuk i shpëtoi as ish deputeti i qarkut të Durrësit Ferdinand Xhaferi, i cili u emërua këshilltar i presidentit Bajram Bega për çështjet e sigurisë. Sikur të mos mjaftonin prurjet nga djatha në qeveri, një lëvizje interesante është bërë së fundmi dhe për emërimin e drejtorit të ri të portit të Durrësit. Në krye të portës më të rëndësishme hyrëse në Ballkan, është emëruar ish ministri i Kosovës për infrastrukturën dhe mjedisin, Libur Naliu.